Ndjekës Salma Kpres, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora sonte. Kam shumë kënaqësi që në studio të kem një mik të mirë për të folur për një pjesë të shqiptarisë tonë, të cilës në fakt i kemi shumë borxh për sa i përket edhe vëmendjes publike që ne i japim. Shumë kënaqësi që të kem sot në studio Kujtim Sadriu nga Qendra për Hulumtim dhe Monitorim në Përshëv, gjithashtu edhe profesor. Faleminderit shumë që pranuat ftesën time dhe u thuat nga Përsheva për të qenë në këtë studio. Faleminderit, kënaqësia ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Tani ne kur i referohemi lugina, bëjmë gabim apo nuk e kemi kuptuar bashkë mirë ashtu si duhet kur i referohemi? Çfarë përfshin kur themi ne pjesa e luginës? Se kam vënë re që shpeshherë i referohet me nën tekstin për të përfshirë Përshev, Bujanovc, Medveç, po thuhet vetëm lugina. Ku gabojmë ne? Ta nisim kështu. Po, realisht spektri politik në lugin, si thoni, e përdorin lugina e Preshevës, që për mendimin tim është një gabim. Për arsye se janë 3 komuna, është Presheva, Bujanovci dhe Medvexha. Si teren që është, me të vërtet, Presheva dhe Bujanovci e ndanë si një lugin, por nuk mund ne të themi lugina e Preshevës, po mund të themi ndoshta si një lugin që përfaqëson Presheva dhe Bujanovci, po jo edhe Medvexha. Për arsye se Medvexha është me Leskocin dhe krejtësisht në anën në pjesën tjetër me bashkangjitje me Kosovë me Podujevën, e para, e dyta, sipas disa autorëve serb, termi lugin rrjedh nga një akademik i cili e ka bërë kolonizimin e serbëve në viteve 1912-13 e tutje, pas okupimit të trojeve shqiptarëve, Jovan Cvijić, i cili thot, kush do ta zotëroj luginën e Anamëravës, do ta zotëroj të gjithë Ballkanin. Kështu që zanafillën, sipas hulumtimeve të mia, kjo rrjedh nga Akademia e Shkencës të Mbretërisë Serbe. Në fakt, nëse ne thojmë lugin, mund të themi si lugin, po jo si lugina e Preshevës, për arsye se me automatizëm ne anashkalojmë Bujanovcin dhe Medvexhën, të cilët janë 2 komuna me shumicë shqiptare. Shumë e rëndësishme që ta sqaronim edhe këtë terminologji që e gjej shpesh të përdorur në mënyrë të rëndomtë nëpër qarqet mediatike. Si një njeri që e shef Preshevën apo ato zona shqiptare atje nga jashtë, cila do të ishte një përshkrim që do të më bëje situatës aktuale? Po themi ne një mozaik si është situata e një shqiptari që jeton në këtë pjesë. Po, dëgjoni, pjesa më e madhe që ka mbetur në Jugosllavi dhe tani ne që jetojmë në Serbi janë 3 komunat Presheva, Bujanovci dhe Medvexha. Duhet të jemi të sinqert. Për shembull, gjatë viteve të 90-ta, represioni i Slobodan Miloševićit ka pas një represion jashtëzakonisht të madh në Kosovë, të cilët ne në Preshev atë nuk e kemi përjetuar, do me thonë kemi kaluar rrethana më të lehta, deri në vitin 1999, kur u bë tërheqja e disa forcave nga Kosova dhe u stacionuan në Preshev, filluan disa tortura, strategji, sikur se e kanë pas letër njoftimin, ku ishe, pse ishe, dhe biseda informative, po, represion psiqik, do të thotë, që me ta siguru një pasiguri, se policia është siguria, ndërsa policia bënte represionin psikologjik, edhe ndonjëherë edhe fizik, vetëm për të krijuar ankth që me një farë mënyre për të migruar apo ikur nga vendet. Edhe ne e kena kaluar atë kohë. Por, tani, Presheva ku është, do me thonë, përdoren metoda të justifikuara, të spastrimit, po, do në thotë gjithë shka duket bukur, mos, po, ne nuk torturohemi, ne nuk maltretohemi, por ne pasivizohemi. Për shembull, ka një strategji, tani, njëra më ato që është, për shembull, një qytetar, nëse kalon kufinin e Bashkimit Evropian, po supozojmë në Hungari, dhe i dërgohet ftesa për të paraqitur në rekrutim për ushtri. Policia kërkon. Kur vjen policia në vendin, tesh adresa e shtëpisë, verifikon se kërkon personin që duhet të paraqitet në ushtri,
ai nuk gjendet. Bëjnë verifikimin se a ka kaluar kufinin jashtë shtetit. Edhe me automatizëm, sipas skenimit të dokumenteve, ajo verifikohet që personi ka dalë. Nëse ka kaluar mbi 90 ditë, i shqiptohet një dënim për kundërvajtje fillimisht. Për arsye se nuk e ka paraqitur adresën ku gjendet në Zvicër, Gjermani apo në Shtetet e Bashkimit Evropian. Pas dënimit, ai jeton ai shqiptar në Francë ose kudo. Ai duhet të paguajë nga 100 euro deri në 500 euro në kundërvlerë me dinar. Fillimisht e paguan këtë gjop, pasoja e dytë i pasivizohet adresa. Do të thotë është një strategji e mirë menduar, shembull për spastrim etnik. Tjetra që janë nga ato. Shembull kemi marrëveshjen e Brukselit, disa marrëveshje kanë qenë, edhe disa janë miratuar edhe tani më vonë. Në Serbi, të gjitha autobusët, kamionët që paguajnë auto-udhën, që mbushen me derivate, që ata udhëtarë ndalen nëpër pompat të benzinës dhe konsumojnë ushqim të Serbisë, ata i kanë dokumentat e Republika e Kosovës. Askund nuk shkruan Krajina Socialiste Autonome e Kosovës, po Republika e Kosovës. Tabelet janë Republika e Kosovës. Të gjitha janë Republika e Kosovës dhe këto nuk e kanë një problem shteti sërb, për arsye se rrit në aspektin ekonomik të shtetit, do me thonë kontribon. Por, kur bëhet fjalë për një diplom të Republikës së Kosovës dhe një shqiptar i cili ka kryer studimet në Prishtinë, kjo është antikushtetuese. Për arsye se nëse punësohet një shqiptar i cili ka krijuar 4 pasardhës, ose 100 shqiptar ka 4 pasardhës, bëjnë 400 shqiptar. E për arsye kjo do me thonë, nuk e lejon, nuk e njeh, edhe përkundër që ka marrëveshje për njohjen e diplomave, nuk e njeh vetëm e vetëm për të krijuar një spastrim etnik dhe dëbim të rinisë shqiptare drejt shteteve të Bashkimit Evropian, Kosovës apo vendeve të tjera. Kjo është një tablo e përgjithshme e asaj se me çfarë përballen sot shqiptarët në pjesën e Preshevës, Bujanovcit edhe Medvegjës. Ju e përmendët pak më përpara 99-ën e Kosovës, e përmendët edhe faktin që ka disa marrëveshje, po ndalem pak tek marrëveshja. Marrëveshja që presupozohej ose të paktën kështu është serviru në publik që do të bënte një zgjidhje të këtyre problematikave, pra në 2026 ne mos kemi akoma mbas 25 vitesh nga 2001 të njëjta tema për të trajtuar, ishte marrëveshja e Konçulit, një marrëveshje që i dha fund luftës në atë pjesë dhe që presupozohej që edhe me asistimin e ndërkombëtarëve disa çështje të statusit të shqiptarëve në atë pjesë të Serbisë do duhet i jepej zgjidhje. Tani realisht çfarë ishte marrëveshja e Konçulit? Ai siguroi një standard më të mirë respektimit të lirive dhe drejtave shqiptarëve dhe po flasim këtu edhe për rishikimin e kësaj marrëveshje, se kjo është vendosur në tavolinë disa herë, plani disa pikësh, domethënë është parë disa herë në vazhdimsi. Kjo lloj marrëveshje realisht a e përmirësoi statusin e shqiptarëve në atë pjesë? Në minimal ka qenë, mund të them, edhe marrëveshja e Konçulit. Marrëveshja për demilitarizimin e zonës me ushtrinë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Që kësaj bie që ajo marrëveshje u pranuar vetëm kaq për të ndalur lufta, konflikti. Po lufta për çfarë u bë? Po, tash. Spektri politik nuk ka qenë i vendosur. Nuk e ka një pikë referuese dhe një qëndrim. Do me thonë, bën politikë me optimale. Si konvenon, ne e dim se nuk mund dhe superfuqit vendosin, ne jemi të vetëdijshëm, por ne duhet të ndalemi me një pikë. Për shembull, ne mund t'i marrim shembull kosovarët. Në vitin 1968 kanë kërkuar Kosova Republikë, pastaj në vitin 74, pastaj ka rrjedhur ajo në 77 nëse nuk gaboj, kanë qenë demonstratat e 81-shës, 89-ës, 90-ën, një tetori shembull i vitit 1997, edhe pse vetëm se pa të filluar shfaqja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjithçka ka qenë një kërkesë, Kosova Republikë. Në Preshevë është mbajtur referendumi në vitin 1992 për bashkangjitje me Krajinën Socialiste Autonome të Kosovës. Do të thotë kjo për Serbinë ose për Jugosllavinë e atëhershme nuk ka paraqitur një problem.
Nuk ka paraqitur një problem se kjo ka mund të jetë një ndryshim i territorit përbrenda shtetit. Pse nuk është bërë? Pse kjo është mendimi im dhe qëndrimi im për arsye se shkencëtarët serb dhe Akademia e Shkencës së Republikës së Serbisë e mirë mendon dhe çdo veprim e ka afatgjatë. Për m'ia dhënë kuptimin kësaj, për shembull në vitin 1938 Ivan Andrić ka qenë nobelist që ka fituar çmimin Nobel, ka qenë ambasador në Gjermani, kredencialet e ka dorëzuar Adolf Hitleri në atë kohë, 1938. Në vitin 1939, kur kthehet nga Gjermania, thot me Italinë t'i bashkojmë forcat, t'i dëbojmë shqiptarët për Turqi dhe ta shpërbëjmë Shqipërinë. 1939. Në vitin 1999, do në thotë që ajo platformë që është rruar në sirtarët e Akademisë së Shkencave, është nxerrur në tavolinë dhe është zbatuar për dëbimin e shqiptarëve drejt Shqipërisë dhe shtete anëkënd botës që i kanë dëbuar. Kjo, do me thonë, kjo strategji është e menduar mirë se nëse shqiptarët do të bashkangjiten, se e kanë ditë edhe se si shkonte. Si shkonte puna edhe me shqiptarët edhe me Sloveninë dhe Kroacinë atëherë vetëm se patën filluar luftët dhe nuk lejoj. Po tani po kthehemi te spektri politik. Spektri politik shqiptar. Sa herë që i drejtohet Parlamentit të Beogradit del në fushat elektorale me referendumin e vitit 1992. Çdo herë që manipulon me emocionet e qytetarëve shqiptar, paraqitet me referendumin e vitit 1992. Po sa herë ative ju konvenon ndonjë sekretar shtetëror, ndonjë drejtar apo ndonjë post ose ndonjë projekt, ata e ndrrojnë strategjinë, do me thonë, dhe heqin dorë nga ky referendum. Kjo është e drejtë legjitime, edhe sot është e drejtë legjitime kushtetuese e Serbisë, që parashifët që të drejtë me votë, do me thonë, kanë të drejtë qytetarë të bashkangjiten me territorit përbrenda Serbisë i vjen, sa ajo konsideron si pjesë përbërëse të vetën. Në luftën 2001, në atë kohë ishte kryetar zoti Riza Halimi, do të thotë nuk e hodhe në me thonë që ne kërkojmë bashkangjitje me Kosovën. Në vitin 2001 që Kosova nuk ka qenë e pavarur. Do të thonë ka qenë në rezolutën 1244. Përmes rezolutës 1244 edhe kushtetutës edhe të sotme edhe të asaj kohe, do me thonë, është pjesë përbërëse, do me thonë që nuk ka rrezikuar me thonë, unë bashkangjitem me Republikën e Kosovës, ne po bashkangjitemi me Kosovën, që është e drejtë kushtetuese, legjitime, qytetare për të bërë këtë veprim. Po çfarë bënën ata? Ata e anashkaluan dhe nxorën një marrëveshje për demilitarizimin dhe në atë marrëveshje është parapar policia multietnike, disa të drejta të cilët kanë qenë të centralizuara janë kthyer në nivel komunal, për shembull emërimi i drejtorëve të shtëpisë shëndetit, emërimi i shkollave, policia u punësua ndiku 350 shqiptarë që fatkeqësisht edhe 5 vite i kemi edhe mata shqiptare nuk i kemi. Edhe ç'kjo ka qenë? Atë kohë ka qenë qeveria e Zoran Xhinxhiçit, e ka realizu këtë marrëveshje, po kjo nuk ka qenë diçka maksimale për neve. Për arsye se ne në organet shtetërore të policisë dhe gjyqësisë në gjuhën shqipe nuk e kemi në përdorim. Do me thonë vetëm e kemi në administratën komunale dhe në shkolla, po. Edhe shqiptare, po. Do me thonë ti sot e merr një deklarat, e merr në gjuhën serbe, në alfabetin qirilik. Në gjyqësi e merr në alfabetin qirilik, që janë të obliguar për ta dhënë edhe në gjuhën shqipe, por nuk përfillë. Apo kupton? Si shpjegoni që në fund ditës kur bëhet luftë, ti bën luftë për të fituar disa të drejta që ti konsideron se t'janë shkelur. Dhe përfundon luftën me një marrëveshje ku, sipas kësaj që po thoni ju, nuk është realizuar asgjë për cilën ti ke shkuar në luftë. Se nuk besoj që është bërë luftë vetëm për kaq. Lufta ideali, ideja është e gjithë shqiptarëve në Preshev, Bujanoc, Medveç, bërë bashkangjitje me Kosovën. Pra plani kryesor i kësaj lufte nuk është realizuar. Jo. Edhe nuk e kanë hedhur para faktorit ndërkombëtar, fatkeqësisht. Dhe kjo pjesë, shembull Malësia e Preshevës, ka qenë deri në vitin Muzgabofsha, deri në vitin 1957 kanë qenë me territorin e Kosovës. Malësia e Preshevës dhe Bujanocit, do të thotë mbi Preshev. Në atë kohë, shembull, e kanë ndërruan dhe si kanë thonë se do të futemi ne me Serbi për arsye se tatimet do të jenë më të vogla për tokën ose për gjëra tjera, që është manipuluar masa se ka qenë në krizë ekonomike në atë kohë. Edhe e kanë manipuluar. Kjo është ideja, edhe kjo është ideja që ne duhet ta kërkojmë në vazhdimsi dhe mos të heqim dorë.
Nëse unë të bëj një pyetje më shumë naive, sa parti politike shqiptare ka sot? Sot në Preshevë veprojnë 4 parti politike duke i përjashtuar partinë e Serbëve. Është Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike Shqiptare, Lëvizja për Reforma dhe Alternativa për Ndryshim. Para këtyre ka qenën edhe Rilindja Demokratike, ka qenën Bashkimi Demokratik i Luginës, edhe Unioni Demokratik Shqiptar, edhe Unioni Demokratik Shqiptar edhe sot e kësaj dite është. E keni ju luksin për të pasur kaq shumë parti politike? Jo, unë mendoj që edhe kjo, si e thash atëherë, se gjithçka diku nuk ka rastësi. Ta marrë me një shembull, mund të marrë me plot shembull, të cilët një familje që krijon biznesin dhe e ka unitetin për brenda shtëpisë, djali, vajza, vëllezrit, nëse janë 5 antar, do të thonë pyetet babai, ajo lulzon se të gjitha kanë një qëllim, për të krijuar pasuri të majme. Aty ku një djalë shkon në Bigjoz ose në rrugë të tjetër dhe nuk ka unitet, diçka aty nuk funksionon dhe është interes individual dhe jo interes gjithë përfshirës. Kanë pushtet politik shqiptarët? Nuk kanë real. Jo, veç dashta ta them. Si është krijuar deri te formimi i 4-5 partive. Këtu e ka zanafillën dikush. Pas konfliktit të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvesh dhe Bujanoc, u formua trupi koordinues që sot e kësaj dite ekziston, është organ qeveritar i qeverisë e Republikës së Serbisë. Më pastaj, edhe në atë kohë, pas pak viteve, u themeluan edhe Këshillit Nacionale Shqiptare, se po e quajnë kombëtare, po përmendimin tem është që e përfshin në nacionalitet përbrenda Serbisë, se ne Këshillin Kombëtar Shqiptar duhet ta kemi në Tiranë, të cilën e përfaqëson Ulqinin, e përfaqëson Pllawën, Gucien, Preshevën e të gjitha trojët. A kjo nacional. Tani, shumica e partive politike, Partia Demokratike Shqiptare, Bashkimi Demokratik i Luginës, atë i kundërshtonte se Serbia mendoi që i krijoi këta institucione për ta sjellur problemin përbrenda shqiptarëve. Do të thotë Këshilli Nacional nuk mund të mos zgjidhë problem. As trupi koordinues është parlamenti, qeveria, e cila ajo miraton ligjet dhe zgjedh problemet të pakicave të cilat ato paraqesin. Një subjekt i tyre përkrahi ato dhe krijoi përçarja. Pastaj filluan degëzimi se filloi interesi personal i pushtetit, i pozitave, i projekteve, dhe kështu arriti të krijohen shumë parti që sot i kemi evidente të cilët janë të panevojshme, për mendimin tim. E ul kjo forcën ndikuese të shqiptarëve atje, pra përçarja në kaq shumë, një interes që përçahet në disa interesa që sipas jush shkon më shumë tek interesi personal apo i grupacioneve të caktuara dhe e te i kalojnë ato që duhet jetë një interes i përbashkët për komunitetin shqiptar. Po e rrezikon se sikur të jenë 2 subjekte, të theme, hajde edhe 3 të jenë në 2 komunat edhe 3 komunat, se Presheva, ajo Medvegja vetëm se thuj se është pasivizuar në përgjithësi. Për zgjedhjet parlamentare kjo e dëmton dukshëm. Shqiptarët, për shembull, nëse dalin në një listë dhe të përbashkët dhe kanë një parti ose 2 parti dhe gjejnë një unitet, për zgjedhjet parlamentare mund të marrin 5 deputet. 5 deputet mund të marrin. Po përçarja do me thonë vetëm se shkon një. Sa deputet keni sot? Tash e kemi vetëm një, është zoti Shaip Kamberi. Do me thënë 4 deputet ju i bëni kurban për interesa, qëllime. Asnjëherë nuk ka gjetën fatkeqësisht zoti Shaip Kamberi ta lishoj vendin e parë, edhe kur s'ka qenë partia më e madhe. Do thotë, ego e tina e ka dëmtuar procesin jashtëzakonisht shumë. Asnjëherë nuk kanë hequr, me thënë që për hir të drejtave tona, të sakrificës, mundit dhe të mirët e qytetarëve, po e lishoj vendin asnjëherë. Do thotë, çdo herë kanë krijuar probleme që ata të jenë të parët. Ata nga viti 2008 deri më sot janë pjesë e Parlamentit të Republikës së Serbisë. Për jashtim vitit 2016, mos gabofsha, kanë 3 deputet ku u kriju një unitet, po nuk ka qenë funksional në parlament. Mënyra se si sistemi slav ka zgjedhur që të bëj spastrimet e veta etnike të kamufluara në forma të ndryshme që kryesisht është servitur nga Akademia e Shkencave të Serbisë, që për hir të vërtetës në shekuj kjo akademi i ka paraprirë formën se si politikisht është sjellur Serbia edhe si shtet, ka qenë gjatë gjithë kohës
përveç heqim luftën e Kosovës, po në përgjithësi kanë qenë të rafinuara që të mos duken si pastrime masive. Kjo që po ndodh me pasivizimin e adresave, a keni arritur ju si komunitete politike, sociale, shoqëri civile, mjaftueshëm t'i adresoni këtë lloj shqetësimesh tek instancat ndërkombëtare, Kongresi Amerikan apo instancat të ndryshme ndërkombëtare europiane që si thua të arrini të tregoni që kjo paqja e dukshme në Serbi nuk është aq paqe edhe respekt për shqiptarët që jetojnë atje. Keni parë Brukseli ose faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian mund të them si përgjithësi, thotë të drejtat e pakicave, të drejtat e njeriut. Po. Të drejtat e njeriut. Do të thotë vetë terminologjia tregon që neve nuk na krahasojnë fatkeqësisht, ndoshta është keq për ta thënë, po shpjegimi nuk mund ta jap më mirë, të drejtat e njeriut për serbët. Serbët janë njeri, por ne jemi njeri. Do të thotë, po ne s'po kërkojmë bashkangjitje me Kosovën. Ne asgjë nuk do të kërkojmë, sikur spektri politik të ishte i qartë. Ne po e lojmi çfarë po kërkojnë serbët e veriut të Kosovës dhe çfarë ju do t'ju afroni, por mos ju hyni në hak Serbisë apo serbëve, ju çfarë do t'i jepni serbëve të veriut në Kosovë, ne do t'i pranojmë. Kaq. Apo kuptoni? Serbët e veriut në barikada, shqiptarët i mbledhnin trikuvendet në Preshev për reciprocitet thonin. Mirë po reciprocitet jo në barikada, por në parlament të Beogradit. Tash mos po them kushtimisht me kriju konflikte. Mirë po kur shkelet e drejta, kur shkelet dinjiteti, është ajo thënia u Ukshin Hodit që thotë bëje ose vdes për të ndalur vdekjen. Ne jemi duke vdekur. Je duke vdekur në heshtje ti, me një farë mënyre. Kështu deshta ta them që spastrimi etnik, pasivizimi i adresave për mos të mbetur në borxh, ka filluar qysh herët në Medvegjë. Kur ka mbaruar procesi i Medvegjës, që partia për veprim demokratik që moti e ka degan e saj, ajo ka heshtur. Gjenen një fjalim të vetëm edhe një minut fjalim në Kuvendin e Republikës së Serbisë nga gjithë deputetët që kanë qenë për spastrimin etnik të Medvegjës me pasivizimin e adresës asnjëherë. Një ndër ta i pari ka qenë një Haki Emini dhe për mos të mbetur borxh i cili jep nga vetja gjithçka dhe nuk merr, është zoti Muharrem Saliu, i cili nuk ka gritur këtë në çështje ndërkombëtare nga fondet e Republikës së Kosovës, as nga fondet e Republikës së Shqipërisë, po nga sakrifica e familjes së vet që zhvillon bizneset në Perëndim dhe ka ngritur në majat më të larta të faktorit ndërkombëtar, edhe që është antar i bordit lidhës shqiptare-amerikane, e ka ngritur dhe kjo çështje është ngritur dhe ka rritur deri në Kongresin Amerikan. Spektrit politik shqiptar i ka ardhur koha vonë për të folur për këto. Kur ka mbaruar procesi në Medvegjë, kur ka filluar në Bujanoz dhe Preshev, para 3-4 viteve, këta e kanë përdorur edhe si retorik politike dhe jo për të marrë një vendim të qartë ose për një parandalim të pasivizimit të adresave. Po e përmendim shpesh Kosovën edhe nisur nga referendumi që është bërë në 92-shin për t'u bashkangjitur. Kohëve të fundit, qeveria Kurti ka adresuar një buxhet të caktuar që i është ndar, po themi, zonës shqiptare në Serbi, që her pas here ky lloj buxheti janë gjetur mekanizma për ta ndalur marrjen e këtyre parave prej jush. Cilat janë ato mekanizma që justifikon shteti serb për të mos i pranuar këtë donacion që do t'ju vinte mirë edhe komunave shqiptare padyshim? Po, deri tani fola për gjitha ato që bëhen nga shteti i Serbisë dhe mekanizmat e Serbisë. Unë nuk dua ta amnistoj Serbinë në asnjë mënyrë, por është shumë keq kur me ndjenjën kombëtare edhe me termin Serbi manipulohet edhe masa. Deri më tani, sipas rrjedhave që kanë shkuar, qeveria e Republikës së Kosovës dikun ka miratuar 13 milion euro ndarje për komunat shqiptare në Preshev, Bujanoz dhe Medvegjë. 2 milion janë ndarë. Në fakt, në kohën e pandemisë i ka dërgu 400.000 euro në Preshev dhe atë kohë janë ndarë në mënyrë proporcionale të gjithë avarezve, bujqve,
100 euro, 200 euro, sa i ka ro, po do me thonë asë një s'ka qenë në vija politike. Kush e ka pasën bujqësinë e regjistruar, i ka pranuar mjetet. Kush ka qenë student, i ka pranuar mjetet. Në vitin 2022, u ndanë 2 milion euro. 2 milion euro janë ndarë edhe i kanë pranuar organizatat jo qeveritare me afat të shkurtër dhe pas një kriter. Mbi të gjitha, Serbia nuk i ka pengu. Kemi për bujqit që u ndanë, tash 3 milion në vitin 2024, ajo është manipulim i shqiptarve. Dhe mendoj që është një strategji dhe një koordinim me qeverinë e Kosovës. Unë po t'i jap, po t'i krijoje një problem që mos t'i merresh. Ju po thoni që kjo problematik ka ardhur nga shqiptarët në Serbi, jo jo, na nuk duhet ta amnistojmë Serbinë, por realiteti është ky. Këshilli Nacional i ka 3 fusha. E ka kulturën, mediat dhe arsimimin. Këshilli Nacional shqiptar nuk mirret me bujqësi. Nuk ka në statut që ka zhvillon aktivitete bujqësore dhe që mund të ndahen mjetet. Dëgjani, ne nuk duhet të jemi naiv. Ne me këta mund të tregohemi edhe ignorant. Nëse po marrim hadi ligjet e Serbisë, po dalme të ligjet e Shqipërisë, ligji është ligj, rregulloria është rregullore dhe duhet respektuar se ku e keni. Tjetra çka ka qenë më e rëndësishme, kryetari i BJANOC-it, zoti Arbër Pajaziti, i ka thënë, dërgoni në llogarinë e komunës dhe unë do ta zbatoj transferin, ashtu sikur se keni para pa ju se kujt. Këshilli Nacional nuk ka pranuar. Për arsye se po merr poenat politike. Si dhojnë ajo përinat i trejes më vdekt djali. Kjo ka qenë, tjetra kanë qenë 50.000 euro të ndara nga Republika e Shqipërisë për manifestimin e 28 nëntorit. Këta kur e kanë bë kërkesën, ja ka refuzuar. Për çështje kombëtare, madhore, do të thonë aspektin politik emocional. Kur e kanë ndryshu kërkesën për një manifestim që e kanë cekën, pastaj ju kanë lejuar derdhja e fondeve. Çfarë po du me thonë? Qeveria Kurti ka bashkëpunim me Partinë për Veprim Demokratik. Edhe këto janë dyshime, se nuk janë konstatime. Kjo mendoj që është një linje për manipulim, se tash në opinion kur del, u ndajtën 2 milion. U ndajtën, ato edhe i kanë pranu. Pastaj u ndajtën 3 milion. Pastaj prapë u ndajtën 2 milion. Tash herën e fundit 4 milion. Ato janë në letër, por në praktikë ato nuk janë të ndara. Qeveria Kurti nuk ka bashkëpunim me gjitha subjektet politike shqiptare. Ka vetëm me Partinë për Veprim Demokratik dhe për mendimin tim, jo për mendimin tim, po sipas veprimit të tyre, është partia më destruktive e faktorit politik shqiptar në luginë të Preshevës. Ju po aludoni që edhe fondet e ndara nga qeveria Kurti për atë pjesë të shqiptarëve në Serbi është edhe ajo pjesë e një, po themi, kalkulimi Këto duhet ngritër pyetje dhe janë dyshime politike. Sikur të ndahen këto për kulturë, për arsim, për informim, në fushat që i ka për parapara Këshilli Nacional, nuk i pengon. Pse Serbia atëherë nuk i pengoi 2 milion kur ju ndajtën organizatave jo qeveritare me veprimtarinë për kulturë? Paradisi, pse si ndaloi Serbia? Pse Serbia të gjithë komisionet që kanë qenë për ndarjen e mjeteve, tani vitin e fundit, pse nuk jam ndaloi parat e Kosovës me ju nda shembull qatin e individëve që kanë qenë, kushdo qofshin ata, pse nuk i ndaloi? Po e ndaloi shembull të bujqësisë, ku e krijoi konfliktin. Nuk mund me pasën shembull, kjo realiteti, nëse do, tash, po themi, po do, për me testuna, që është faji Serbia, mund këta mi dërgu në komunën e Preshevës, që është zonja Ardita Sinani, cili është ka qenë këshilltare kryeministrit Kurti, nëse Arbërt Pajazitit si opozit, si kundërshtar politik, po mendoj, nuk ja besoj. Mund mi dërgu në llogarinë e komunës së Preshevës, edhe mund mi nda bujqëvjetëparët. Po kjo është një matematik dhe një fryrje jashtëzakonisht e madhe në opinion, se u ndajtën 11 milion euro, të cilët nuk janë. Për korreksi, deri më tani, nga ekzistimi gjitha qeverive të Kosovës, e vetmja ka qenë që deri tash janë derdhën 2 milion e 700.000 euro në komunën e Preshevës nga qeveria Kurti. Po nuk janë 11 milion. Edhe janë këto kalkulime që për të krijuar huti dhe pengesa dhe bariera, vetëm për mos t'i marrë part. Kjo është mendimi im.
I përmendet kulturën, e përmendet arsimin, janë këto nocionet që mbajnë edhe gjenezën edhe identitetin kombëtar. Si është sot statusi i arsimit shqiptar në këtë pjesë, përveç problematikave që keni me njohjen e diplomave të atyre që kanë studiuar qoftë në Kosovë sidomos. Po në përgjithësi në arsim, cili është statusi i arsimit shqip? Po them të drejtën, sot kur që të në diskutum 11 milion euro, 2 milion euro është një shumë për mendimin tim jashtëzakonisht e madhe. Do shta edhe nuk mjaftojnë, po edhe janë mjaftuar. Kur sheh që preshevarët, kjo është një realitet, dominojnë gjithkundi, antarë të Akademisë së Shkencës së Republikës së Kosovës, profesor universitar, dhe sot Presheva nuk e ka një fakultet në gjuhën shqipe ku e garanton ligji dhe nuk është marrë kur një iniciativë, çfarë mund t'i akuzojmë në të tjerët. Problemi është i arsimit jashtëzakonisht i madh dhe arsimit të lartë. Shumica e trinjve fatkeqësisht i drejtohen drejt universiteteve në Republikën e Kosovës, që është një gabim se çdo herë ti kur krijohen bariera duhet gjesh një alternativë. Apo kuptoni? Tash kemi Universitetin e Tetovës, kemi Universitete Shqip në Maqedoninë e Veriut, jashtëzakonisht është afër, edhe nuk e kuptoj pse shkon me atë mendim kur e di që shteti serb nuk ta njeh. Edhe ti shkon ja plotson dëshirën, unë me të vërtet nuk e kuptoj, që mund të vinë. Tjetra, me 2 milion euro, unë jam i bindun se 10 vjetë ko më dheq institucion të arsimit të lartë në Preshevë, edhe mund të themelohet, edhe pa pik problemi mund të themelohet, edhe jam i bindun që edhe faktorin ndërkombëtarët nuk marrin asnjë iniciativë të vetme. Po ashtu kemi probleme edhe me tekstet mësimore. Nuk janë të përputhur, as i folet, u zgjedh problemi. Ne libra mund të blejmë sa dush, mund të sjellemi sa të dojmi. U sollën nga Shqipëria disa libra? U sollën nga Shqipëria, po nuk janë përputhshmëri me plan programet. Pra, do me thënë, bëhen më shumë për formë se sa një zgjidhje institucionale. Merrni librat, e janë sot, e janë verifikoni, e ja u lumtoni, arsimi mesëm pa libra. Marrë me gjeografien, libri tjetër, plan programi është tjetër. Plan programin e miraton qeveria. Do me thonë, nuk është u punu diçka bërë të ullër kokat e menqër, ase ka të shqiptarëve shembull për të zgjidhur një problem afat gjatë. Do me thonë, është ma shumë marketing politik. Nuk është një zgjidhje. Unë shkoj e kështë për qelë fëmijën tim, për shembull se çfarë mëson histori, programet janë ndryshme, librat të ndryshme. Do me thonë, nuk ka zgjidhje. Mungojnë specialistët për të ullur dhe për të gjetur zgjidhje, mungon forca politike për ta imponuar zgjidhjen e këtyre çështjeve, apo është thjesht çështje e vullnetit dhe dëshirës? Për të zgjidhur këto çka mund të zgjidhet aty për aty, brenda jush. Mungon vullneti dhe vendosmëria. Kur ki qëllim, ki vendim, dhe je i vendosur, unë i bindun jam që ty të triumfosh. Po jo të nisësh në rrugë dhe të zbrapsesh. Ose të përdosh një marketing vetëm sa ta maj pozitën. Nuk puno do të thotë se sa mund të puno dhe sa kemi njerëz për të punuar. Edhe nuk duhet ne ta shohim gjithçka me kalkulim. Po mi jep mjetet Këshilli Nacional, po mi jep, nëse mu mi jep, unë do ta bëj. Unë kam udhëheq procedura, Shaib Kamberi është deputet dhe kjo është evidente dhe dëshmoj kur duni me argumente. Shembull, kemi njohje të diplomave që i kanë nostrifikuar në universitete të Kosovës, në Universitetin e Nishit, Beogradit, Novi Sadit. Kanë mbaruar pastaj palë studentët, ose profesorët mund të them pasi që ata ose juristët, kanë mbaruar studimet e masterit në Maqedoni. Agjensioni për kualifikim në Beograd nuk ja ka njoftur diplomën e masterit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për arsye se ti e ke të Republikës së Kosovës, edhe pse ai kishte një vendim për njohjen e diplomave themelore. Si organizat jo qeveritare, kemi arritur ne ta them atë barierë dhe jemi ballafaquar me drejtorin e agjensionit për kualifikim. Pse? Ka qenë vullneti. Unë posedoj deklaratët që javë komodhesh në mënyrën vullnetare pa asnjë cent, shembull individëve vetëm për të pas një zgjidhje dhe ka ardhur zgjidhja, këto i dëshmoj. Për shembull, pse? Ka qenë vullneti. Dhe nuk kam leju për shembull një drejtor i agjensionit me thonë që shqiptarët janë të paaft ose ne jemi të atij shteti deri më tani.
Dhe ne duhet të respektohemi nga ligjet dhe kushtetutat të cilat ne garanton ato të drejta. Dhe jo në mënyrë individuale apo me mendime të individëve që punojnë nëpër institucione të refuzohen dhe të mbesemi të diskriminuar. Me që jemi këtu, a ekziston parametrat ose kushtet ligjore, po edhe individë të cilët kanë titujt e kërkuar që të mund të kishte dhe një universitet apo diçka që do t'i plotësonte këto kushte në përshev, pa pasur nevojën që të shkohet të diplomohet dhe pastaj mos nifet diploma. Mendoni për themelimin e një universiteti në përshev apo... Po, unë para 2 viteve kom pas takime me drejtoreshin e agjencionit për fillimin e akreditimit dhe jam interesuar në gjuhën shqipe lejohet institucion privat universitar. Kur themi privat, si mund ne ta bëjmë? Sipas ligjeve në Serbi për arsimin e lartë, lejohen të gjitha fondet humanitare, individuale, për të dhënë, dhe askush nuk i pengon, vetëm e ngretëm për të ngritur një institucion të lartë. Ti si financohesh, kuptohet me fondet me parat të pastërta, për shembull ka njerëz që japin vullnet e jep një donacion, një biznesmen, hajde po supozojmë i jep 2 milion euro. Do me thonë ty nuk ta pengon. Qeveria e Kosovës, edhe besa e Republikës së Shqipërisë mund t'i dajë nga 2 milion, 3 milion të parashifen pagat, për shembull, për profesorët, vetëm pagat janë problem për profesorët. Dhe një universitet funksionon pa pikë probleme dhe themelohet pa pikë probleme. Pra vetëm privat. Shtetëror në gjuhën shqipe jo. Në gjuhën shtetëror qeveria mund me sjell vendim, po nuk është e parapame. Po privat shembull mund me financu, mund me themelu Këshilli Nacional. Privat o publik. Mund të themelohet, po nuk ekziston vullneti. E tash a kanë dikun bishtin të zënë me derë, si thonë, unë nuk e di. A mundësia ekziston, vullneti nuk ekziston. Ju keni ndjekur nga afër edhe shumë evente të cilat janë, le të themi, promotore të kulturës, cilat janë disa nga eventet më tradicionale që zhvillohen në këto hapësira shqiptare që e kultivojnë, e mbajnë gjallë gjuhën, identitetin, kulturën tonë. Qofshin këto të filmit apo qofshin edhe eventet të tjera që kanë një lloj tradite. Të them të drejtën, arma më e fortë në paqe për ruajtjen e identitetit kombëtar është kultura. Kam edhe hequr për 2 vjet Shtëpinë e Kulturës dhe Teatrin e Qytetit të Preshev. Kam ngrit në skenë 2 shfaqje. Dhe për cjallë shfaqjet edhe në Maqedoninë e Veriut edhe në Kosovë. Dhe është shumë e keqe kur janë ashkalojnë autorët shqiptarë. Unë nuk them që mos mirën edhe autorë të huaj për të ngjitur në skenë, mira mo kur anashkalohen autorët shqiptarë, vlerat tona, kombëtare, ajo është, për mendimin tim është e tmerrshme. Që kemi një fond goxha të pasur për shembull, unë periudhën që kam qenë, e kam ngritur në skenë, e kam ngritur grafitet të akademikut, të kryetarit të Akademisë së Shkencave të Republikës së Kosovës, Zotit Mehmet Kraja, e cili e përshkruan shembull torturën, si e thash atë më herët, e viteve dhe represionin e viteve të 90-ta. Ajo është një realitet dhe mu më ka bërë krenar. Pastaj kemi pasur edhe shfaqjen Hasan Aga, edhe ajo me autor shqiptar vendas, Mexhid Mehmeti, i cili ka dhënë një kontribut në kohën, mas fira ka qenë gazetar, i vetmi individ që ka ngritur zërin në atë kohë që ka guxonte të shkruante. Këta më ka thënë edhe babai im, edhe unë mos ta nderoj një figurë i cili dha kombit gjithçka, shembull, unë ata nuk e shoh të arsyeshme me marr një autor anglez ose suedez me plot respektin, po ne duhet të fokusohemi te vlerat tona. Me ansamblin e këngëve dhe vallëve të Republikës së Maqedonisë shtetëror në Shkup, zotin Shkondrat Dolaj, që jam mirënjohës, se kom gjërmuar gjithkundi se dëgjoj Preshev, çdo kush ka ardhur me interes, se shumë pak njerëz kanë ardhur pa interes për t'i dhënë Preshevës. Edhe mbajnë mend kur shkova organizuam ditën e Prisit për nder të pavarësisë së Republikës së Kosovës, ku ishte ambasadori i Republikës së Kosovës dhe ai i Republikës së Shqipërisë në atë organizim, ka qenë jashtëzakonisht, ka qenë një kryevepër në mandatin tim, ka edhe tjera që janë bërë, po edhe ajo ka qenë një madhështore, edhe e takova në Shkup, thash do t'ja paguaj transportin, thash nuk kemi shumë mjete, tha ti tha do të na sigurosh tha vetëm nga një burek ose hamburger mas shfaqjes programit, tjetër tha nuk i, unë jam mirënjohës për ata.
kemi teatrin kombëtar të Shqipërisë, kemi teatrin kombëtar të Kosovës, fatkeqësisht ata nuk e prekin kombin. Ata e prekin vetëm lagjet. Ata e prekin vetëm se kryeqytetin. E dini çfarë është? Ne kur i kemi parë tabelat e Shqipërisë të Tiranës, sikur na përçafonte Shqipëria. Teatrat tonë nuk bojnë për ta parë. E dini sa është e zënë atmosfera për rinin preshevari. Nuk kemi shkollë të muzikës. U promovua para një viti se po fillonte. A di çfarë do të thotë një kryetar, një profesor universitar të dalë, të gënjej, të kthej shpresën një 6-vjeçari, 7-vjeçari se të ka violinën apo pianon dhe ajo mos fillojnë, ajo është pushkatim për së gjallin. Ajo është turpe më i madh. Unë nuk e di as kuqen ata njerëz, a shohin ndonjëherë veten në retro. Kuptoni? Eni pyetni, eni ju ftoj edhe të gjithë gazetarët e juve të Kosovës. Eni mos keni frikë. Eni se ne më së pari duhet t'i themi stop njerëzve tanë të cilët vrasin kulturën, shpresën dhe përjetesën në Preshevë. Eni pyetni, mos më besoni mua. Pyetni se sa e din shkollën e muzikës, instrumentet apo teatrin. Çdo është të sjell nga Podujeva teatrin, sot e përmendin fëmijët që kanë qenë në klasën e parë dhe janë sot në klasën e 6, e përmendin dramën e Koselkuqës, të cilët ju kanë gjallë shpresë, edhe shfaqjes së Ferizajit. Presheva është një rast specifik dhe duhet ndihmuar. Mosha mesatare ka qenë në vitin 2012, 27 vite, sot ka kapën mbi 40 vite. Vinë bashkëdhëtarët tanë që mund edhe të akuzoj, kur nuk përndjek shteti, pse ti çkosh të blesh mund të blejmë edhe në Durrës, edhe në Vlorë, edhe Sarandë, edhe në Gjilan, edhe Prishtinë, po qëndresa duhet të jenë me Presheva. Preshevë duhet të qëndrojmë, edhe përkundër asaj, ne shohmë në administratën policore, është jashtëzakonisht e sërgarkuar, me të vërtetë se këtë bashkëdhëtarët vinë, po ka gjithë barriera, ka strategjia se si nuk ja japin dokumentin, që tash do ta potencoj një nga ato. Edhe për shembull, unë spriti. Kur ai më detyron që unë të priti, unë do të pres dhe do të vdes, edhe nuk do ta lëshoj. Vin, shembull, ka plot raste që kanë ardhur pas 20 viteve prej Amerikës. Shkon në nxerr, për me nxjerr pasaportë, ai s'ka rregullu për shembull personin, individi, pasaportë ose letër njoftimi nuk ka në Preshevë. Shkon në nxjerr certifikatën e shtetësisë në komunë. Ne e dim, komuna është me Ministrinë e Pushtetit Lokal. Policia është me Ministrinë e Punëve të Brendshme, do me thonë 2 organe shtetërore. Edhe shkon polici për ta dorëzuar dokumentën, edhe i thot zoja referente, ti duhesh me shku me verifiku shtetësien. Çfarë kuptimi ka të verifikosh? E tash, strategji, po dëgjo, në një dokument që lëshohet nga shteti. Shteti nga shteti, prej shteti në shtetin. Vetëm nga një institucioni nga njëshit e dyshi. A janë të gjithë institucionet të një shteti? Po, dëgjo ku është strategjia këtu. Kur bëhet një verifikim, se kjo e bojmë për shkak se mos e ka marrë të Amerikës, e ka hequr të Serbisë. Po ti kur e heq të Serbisë, kur shkon në komunë për ta nxjerrur, ti nuk mund ta nxjerrësh. Ekziston një sistem, një vendim që personi më datën kaq ka hequr dorë nga shtetësia e Republikës së Serbisë. Edhe përderisa unë e kam valid një dokument. Serbia i lejon dy shtetësi? Po, Serbia i lejon. Po këtu është problemi. Ata saktë dinë që bashkëdhëtarët tanë përmi 3 javë nuk qëndrojnë në Preshevë. Procedura e verifikimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Beograd zgjat 4 javë. E tash, o ky duhet ta humb punën, o duhet ta pres verifikimin. Edhe për mos me humb punën, e le verifikimin dhe ngelet pa dokumenta. Unë një edhe ka, se gjithçka nuk i referohet kjo që them popullit sërb. Ka sërb të vullnetit të mirë, që mendojnë mirë, ka sërbë dhe kom takuar, sërb që njohen historinë e popullit shqiptar dhe më mirë se unë. Po këto janë struktura destruktive, të cilët me shekuj nuk kanë hequr dorë nga kjo fatkeqësisht. Unë kam pas sërb të ri që cilët kanë për shekur e kam pa. Edhe me një emocion i shtron të impytje vetës, pse thëke neve të na thojnë se shqiptarët janë rrezik, kur ju jeni ma mikpritës. Edhe me vërtet, populli shqiptar është populli ma mikpritës. Kuptoni? Po sistemi i Serbisë, forcat progresive, kur nuk kanë mund të qojnë kokë. Për shembull e kemi
Dimitrie Tucovic është vrarë. Ivan Stambolic në mënyrë njerëzore është vrarë. Edhe eshtrat kanë tentuar t'ja zhdukin, i cili thonte se shqiptarëve ju takojnë të drejtët se janë në tokët e tyre. Kuptoni? Tanë patëm rastin edhe të Zoran Gjingjić, i cili u vra tash në vitin 2003, edhe ai këtu e pru një paqe afatgjate, po fatkeqësisht u vra edhe këto ngelen këto procedura. Policinë multietnike kur e ka formuar në periudha ka qenë në 2 vjeçare, ka realizuar për 1 vjet 4 grupe i ka fut. Kjo në realitet edhe është e dëshmuar, por vetëm forcat destruktive rrinë në kokën e shtetit të Serbisë, ku fatkeqësisht edhe ata e kanë quajtur në Çersokak. Që ka serb që e njohin shumë mirë historinë tonë kombëtare, kjo nuk diskutohet. Që jemi goxha të studiuar nga fqinjët tanë edhe kjo nuk ka pikë diskutimi. Unë kam mendimin që ne shqiptarët kemi pak problem me njohjen e historisë tonë her pas here. Nëse do të kishe mundësinë që ti referoje një kërkesë, qoftë shtetit shqiptar, qoftë shtetit të Kosovës, qoftë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, sa ata janë pjesë e shtetit, po ndoshta edhe instancave të tjera që mund t'i kontribuojnë. Cilat do t'ishin ndoshta 2-3 pikat më emergjente që ka Presheva dhe ajo pjesë shqiptare që këto shtete të duhet të financonin, të ndihmonin, të mbështesnin, të merrin iniciativa ligjore brenda mundësive të tyre për ta mbështetur komunitetin shqiptar atje, ndoshta një universitet, ndoshta një shkollë muzike, ndoshta një përmirësim i legjislacionit ose ndihmes në përmirësimin e legjislacionit që do t'ju siguronte ju një status më të mirë, cilat janë 2-3 pikat më të rëndësishme që i keni ju që mund të mbështesin shqiptarët jashtë kufive të Serbisë? Po, realisht ndoshta unë e kam një kërkesë, edhe një dëshirë, jo unë, po ne shqiptarët se tash jemi në muajin qershor edhe 12 ditë bëhen nga nënshkrimi i marrëveshjes së Kumanovës, e cila nuk ka qenë rastësi. Ne e dim që deri në Kthehemi prapë tek historia. Po, ta lidhim në mënyrë kronologjike. Deri në vitin 1912, do të thonë mbretëria serbe kur i pushtoi tokat, Kosova mbeti. Kosova, pjesa e Maqedonisë, Mali i Zi, Çamëria, Pllava, Gucia, këto janë realitet. To i di edhe historia serbe, i dim edhe ne. Do të thotë në betejën e Kumanovës, deri në atë kohë kemi qenë pjesë e Dardanisë, Arbërisë. Se thonë nuk ka ekzistuar nacioni Kosovë, po Dardani, Arbëri që ka qenë në tokë nën pushtimin Osman. Me betejën e Kumanovës, kjo do me thonë nuk ka qenë një rastësi edhe marrëveshja e Kumanovës. Në betejën e Kumanovës u okupua Kosova. Aty e morët, aty e kthyen. Aty ku e morën, aty e dorëzuar. Kjo është një mendim. Dhe jo më larg se 1 kilometër ku është përmendorja e betejës së Kumanovës, është bërë edhe nënshkrimi marrëveshja e Kumanovës mes forcave jugoslave dhe asaj të NATO-s. Është marrë me luftë në Kumanov dhe është dorëzuar me luftë në Kumanov. Cila është dëshira? Dëshira është ne duhet të krijojmë një stabilitet afatgjat mes popullit serb, shqiptar, po besa edhe Maqedon dhe të gjithë fqinjve që i kemi përreth. Duke di a ka ndryshuar situata, nuk kam informacione, për në marrëveshjen e Helsingit, Shqipëria dhe Bullgaria nuk kanë qenë marrëveshje, nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen për mos ndryshim të kufive. Dhe me thonë që me të vërtet, unë e vlerësoj për arsye se ka qenë një padrejtësi jashtëzakonisht e madhe. Kërkesa është që të nxiten debate, të respektohet mendimi i popullit, si thonë të kujt janë dhënë, është edhe mali. Presheva, Bujanoci dhe Medvegja duhet i bashkangjitën Republikës së Kosovës, ndërsa Lepo Savici, Zubin Potoki dhe Zveçani ti bashkangjitën Serbisë. Tash, kur themi, nëse ne bashkangjitemi me Kosovë, ju mendoni se neve do të na zgjidhen problemet ekonomike dhe jo, absolut. Por kjo është një vendim, një zgjidhje shekullore, e cila nuk do të ketë më konflikte mes dy popujve. Dhe kjo do të filloj gradualisht që të ndërtohet paqja me gjithë nacionaliteteve, jo vetëm mes Serbëve edhe Maqedoni, po ekzistojnë probleme, atë në Maqedoni më shumë e dojnë shqiptarët Maqedoninë se sa maqedonasit pojza, kuptohet.
kjo do të ishte zgjidhja. Nëse kjo nuk do të ishte si opcion, faktori ndërkombëtar duhet të themi, ne nuk po dojmë asgjë, pyetni serbët e Veriut se çfarë ata po dëshirojnë, ne do të pajtohemi. Thonë të jemi të barabartë. Asnjëherë nuk kemi kërkuar që ata të shkilen, ose të mohohet e drejta, ose të pasivizohen, ose ta përjetojnë shembull torturat ose maltretimet që ne përjetojmë në aspektin administrativ, po flas, se jo tash në fizik se ka ndryshuar forma dhe strategjia. Pastaj na pyesni dhe ne, që jeni dakord me ju. Mos na pyesni fare, vetëm çfarë ative do t'ju jepni për të drejtat e njerëzit dhe na klasifiko Evropa dhe neve si njerëz, sikur ata që i shef, ne kemi kaq. E treta që do të ishte, Republika e Kosovës dhe Shqipërisë duhet të mirret seriozisht me shqiptarët e Preshevës. Seriozisht. 2 milion euro kemi në sektorin privat që punojnë që nuk i kanë sigurimet, kur nuk jeti i paraqitur në marrëdhënie pune, shembull ty ta vështirëson. Pse? Kur je i paraqitur, mundsohet do një kredi, një blerje banese ose një zgjidhje problemi, shumë është më mirë këto 2 milion ose 13 milion ti ndaj në rroga për stimulim të japin njerëzve të ndershme që punojnë me njerëz, për t'i motivuar për të qëndruar në Preshevë, se sa t'ju japin organizatave jo qeveritare dhe të cilët i menaxhojnë ato për brenda 2 muajve 3-40.000 euro dhe nuk them që ndoshta nuk ka një efekt, po efekti më i madh është ekzistimi i shqiptarëve në Preshevë. Pra, si përfundim, këto janë kërkesat, po e para është edhe jo vetëm e imja, po e gjithë shqiptarëve në 3 komunat Preshevë, Bujanos, Medveç, është bashkangjitja me Republikën e Kosovës, që do të ishte zgjidhje e vetme dhe afatgjate që do të krijonte stabilitet në gjithë Ballkanin. Unë të falenderoj shumë që erdhe sot në studio, të falenderoj shumë për gjitha mendimet që ndave me ne, dhe sigurisht që paktën në aspektin personal, po edhe profesional, do përpiqemi sa më shumë që të krijojmë hapësira për atë pjesë që, siç e thashë edhe në fillim të emisionit, i kemi mbi të gjitha një borxh moral. Faleminderit, ishte kënaqësi që isha pjesë e emisionit tuaj, si gazetare, pa dhe kolegat e juve, i ftoj që të vizitojnë Preshevën më shpesh, të bëjnë hulumtime, të jenë kritik konstruktiv ndaj veprimeve, për arsye që për të përmirësuar gjendjen tonë në Preshevë dhe të rinjve tonë, dhe mos ta lëni anash. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ne ndërkohë përfundojmë këtu me Agorën edhe sonte. Takimi jonë i radhës është të shtunën e ardhshme në orën 20:00 në Almak Press. Natën e mirë.